jo ironike, po në drejtim të asaj që bëdhe edhe që përmende edhe krahasimin e asaj që pas 9 viteve të Nikola Gruevskit, kështu siç është. Të kemi dyshim se si hebrejt, a është Churchilli më i mirë se Hitleri, është pak sa nuk mban vend. Mirë po. Ajo që mund të them edhe me siguri është se Zoti Zaev nuk është Nikola Gruevski i ri. Një. E dyta, Zoti Zaev, ja për informatën tuaj, vitin e kaluar kur patëm zgjedhjet presidenciale, në Maqedoni, një nga opcionet e kandidatëve për president që donte ta propozoj ishte shqiptar. A ka pas emër? A ka pas një emër specifik? Emër specifik, nuk e përmendi këtu për shkak që objektive se personi refuzoi. Mirë po, a refuzoi personi? Personi refuzoi, jo Zaevi. Jo Zaevi. Personi refuzoi.